Miqtë dashur, jemi rikthyer në studio për të zhvilluar bisedën e ditës së sotme me zonjën Anila Kalleshi, një mike e emisionit, por gjithashtu edhe një vlerë për gjithë shoqërinë shqiptare, pasi me punën e saj sigurisht që na kontribon tek ne të gjithë. Mirëmëngjes e dashur, faleminderit që jeni në studio. Mirëmëngjes dhe sigurisht që na ke ardhur e kompletuar, jo se gjithmonë nuk je. Absolutisht, urimet më të mira për një çmim vërtet të merituar, ke ardhur nga Austria, me një çmim vërtet të rëndësishëm, si ai i kësaj kupe të mrekullueshme që ne e kemi edhe në tavolinë në këto momente, është një çmim, Anila, që sigurisht është kontributi i gjithë asaj pune dhe vlerësimi i gjithë punës tuaj të përditshme. Në Pallatin Hofsburg në Austri, në datë 18 dhjetor, unë arrita të nderohem me këtë çmim, European Quality Award, një çmim vërtet që për cilësinë europiane, më saktë. Për cilësinë, një çmim që vërtet unë kam ngelur e manitur dhe shumë e kënaqur, më zhdukur vetja si një princesh në një mbrëmje aq të bukur, aq të nderuar, në një vend ku të gjithë mjekët e gjithë botës ishin të ftuar për të marrë çmimin, për të marrë një çmim të tillë. Pra jam e nderuar dhe e vlerësuar, përderisa jam ndoshta fermra e parë ndoshta në Shqipëri që arrit të marrë këtë trofe, këtë çmim. Dhe ne urojmë gjithmonë të mos jetë ky trofeu i fundit. Dhe jam e bindur që nuk do të jetë ky. Shpresojmë jo. Do të flasim sot për drekën e Krishtlindjeve. Jemi në një festë vërtet të rëndësishme, të shenjtë, dhe ajo që ka rëndësi është dreka. Në fund të fundit e gjithë familja mblidhet aty. Në fillim pikës parë njërë do ju uroja të gjithë besimtarët gëzuar këtë festë kaq të madhe, kaq të mrekullueshme, paqe, mirësi, begati dhe shëndet të gjithë ju uroj. E ky i fundit është shumë i rëndësishëm. Dhe pikërisht për këtë do të flasim. Më pas, pikërisht, pasi dim tashmë që ushqimi është një ndër përpërsit apo një ndër arsyet kryesore që çon në një mirëqenie të vetë shëndetit të trupit të njeriut. Ndaj jam shumë e lumtur për të dhënë të paktën disa këshilla ndoshta të vlefshme për njerëzit që duan të kenë një trup të shëndetshëm, një trup larg problemeve shëndetësore, larg problemeve të tjera. Dhe jo ndoshta këshilla të vlefshme, por këshillat tuaja janë gjithmonë të vlefshme. Patjetër. Mirë, do doja të ndaleshim fillimisht tek dreka e ditës së sotme. Çfarë duhet të ketë kjo tryezë festive? Në fakt, do jepja një këshillë shumë të vogël ndoshta për tavolinën, se si do shtrohet tavolina. Do këshilloja që të mos përzihen shumë ngjyrat. Nuk është një festë karnavalesh, por është një festë vërtet shumë e këndshme, vërtet shumë e shenjtë dhe besoj që dhe ngjyrat e shtrimit të tavolinës do ishin jo shumë të ngarkuara. Do mendoja një tavolinë të kuqe jeshile me argjendin ose me ngjyrën e florint, për të mos përzier shumë ngjyra, për të mos dhënë kolore të tepërta apo për të mos e rënduar tavolinën. Në atë që çfarë duhet të përzgjedhim, është e rëndësishme të marrim ushqime me vlera cilësore, pra cilësisht të shëndetshme. Jo ushqime që na bëjnë të mbushim stomakun pa lidhje, ndoshta të marrim kalori të tepërta dhe kalori të dëmshme aq më tepër për shëndetin. Do këshilloja që thash në rregullimin e tavolinës, në ato ngjyrat e bukura, të kuqe, jeshile dhe të argjenda, të mbushnim sa më shumë dhe me ato gotat dhe pjatat, po të dekoruara, por pa abuzuar në shtrimin e tavolinës, pasi është shumë e rëndësishme psikologjikisht një tavolinë e bukur dhe e këndshme, ndoshta edhe për t'u habitur për të mos konsumuar më tepër se ç'duhet në këtë vakt. Do këshilloja pijan, që është një ndër produktet kryesore ndoshta të kësaj feste, të jenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre. Qoftë edhe në jo çdo familje arrin të përzgjedhin ndoshta mishin e gjelit të detit, mund të zgjedhim mish pule të detit, mund të zgjedhim mish pule, mish viçi deri apo lope, nuk ka rëndësi, varet nga mundësitë ndoshta ekonomike që ato mund të zgjedhin dhe varet nga recetat, pasi nuk është e thënë se ne duhet të japim patjetër një recetë fikse, një recetë e cila do ishte për të gjithë një lloj, secili ka gustot dhe shijet e veta, natyrisht, por që në përzgjedhjen e verave do ishim shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e verës së bardhë apo verës të kuqe. Në qoftë se do zgjidhim peshkun,
sepse edhe peshku është shumë i mirë, salmoni është i shkëlqyer ndoshta për të konsumuar në festën e Krishtlindjeve, por nëse do zgjidhnim peshkun apo mishin e shpëndve, do këshilloja një verë të bardhë, një verë e cila nuk është shumë e rëndë për organizmin dhe natyrisht do jetë në përshtatje dhe në përputhje me llojin e mishit që konsumohet. Ndërsa nëse bëhet fjalë për mishin e gjelit të detit, do ishte vera e kuqe. Pra një verë pak më e fortë ndoshta. Në të gjithë dietologët këshillojnë konsumimin e mishit të gjelit të detit, pasi tek mishi i gjelit të detit janë të ndërthuara në mënyrën më fantastike të mundshme të tre përbërësit kryesor të ushqimor, që janë karbohidratet, yndyrna dhe proteinat. Triptofani që ndodhet tek mishi i gjelit të detit, seleniumi dhe zinku janë shumë të mirë për rritjen e sistemit imunitar, për përmirësimin e sistemit të tretjes dhe ndihmë të ashpër nga bukosja e madhe që ndodh nga konsumimi i tepërt i shumë produkteve, pasi është tradit apo ndoshta është rrjedhoj, pikërisht ndoshta është rrjedhoj e një sistemi të kaluar ku në të kaluarën tavolinat ishin të varfra dhe ndoshta vetëm natën e vitit të ri apo ato që festonin Krishtlindjet mbusheshin këto tavolina dhe një tengopje e tepërt, pra një konsumim i tepërt i ushqimeve çon në problemet e sistemit tretës, qoftë në problemin e jashtëqitjes, në problemin e stomakut, në ulçera, gastrite, dhimbje, gazra të ndryshëm, praj për këtë këshilloj që duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin ushqimor. Dhe mishi i gjelit detit është vërtet një produkt i shkëlqyer. Është i këshilluar që të konsumohet ndoshta në vazhdimsi në dieta, por në qoftë se nuk arrihet ndoshta të konsumohet çdo ditë, pasi vetë ndoshta për sasinë e madhe që ka mishi i gjelit detit dhe ai është i këndshëm në momentin kur futet në furrë ashtu i gatuar me perime ndoshta do ishte shumë e mirë apo i mbushur me gështenja do ishte akoma më i mirë. Dhe nga që ndoshta madhësia e saj kalon mbi 5-6 kg, ndoshta kjo është arsyeja që pse njerëzit nuk e përdorin gjatë gjithë stinëve të vitit, por do ishte e këshillueshme që të konsumohej në këtë ditë të shënuar për të qenë lehtësisht i tretshëm dhe për të mos pasur probleme në sistemin e tretjes. Në qartë. Përmendje pak më lart verat, megjithatë tek qytetarët shqiptar, ka nisur kjo kulturë e konsumimit të pijeve të tilla apo ndoshta abuzojnë pak me pijet e gazuara? Jo, mendoj që vera tashmë është bërë pjesë e tavolinave tona, por këshillimi im është që mos të abuzohet me sasinë e tyre. Ndoshta duke ngritur dolli për njërin apo për tjetrin, masa e pirjes së verës ndoshta në momente të caktuara dhe kalon. Për këtë është shumë e rëndësishme për të pasur ndoshta një kontroll të vetes, për të mos pasur një mi pesh apo një shtim peshe në periudhat pas këtyre festave, pasi dim që pak përpara kemi edhe natën e vitit të ri, që është përsëri akoma e ngarkuar, pasi vjen 31-shi, janë të dyja datat të ngarkuara, si fund viti, si fillimi i vitit të ri. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm në sasinë e alkoolit që ne marrim, pasi abuzimi me to është i dëmshëm për organizmin. Këshillohet një gotë verë. Tek pijet me gaz, do them të drejtën jam kundra, totalisht kundra, për faktorët që përbërësi që ka brenda, sheqernat kryesisht, pasi ka sheqerna tmerrsisht të shtuar, të cilët çojnë në shtimin e peshë, gjithashtu gazi i tepërt krijon ndoshta eliminimin e kriprave të domosdoshme që janë për organizmin, pra bën një tretje është e vërtet, por merr me vete të gjitha kriprat që i duhen organizmit. Ndaj do isha jo tolerante për konsumimin e tyre, maksimumi ndoshta një kanaçe apo një gotë, për ata që janë mësuar të mos e ndajnë këtë produkt. Një tjetër produkt që gjithmonë, ose të paktën këto vitet e fundit, është edhe në tryezat shqiptare, është panetona. Do doja, sa e mirë është për organizmin ky lloj produkti që ne gjithmonë e konsumojmë? Natyrisht, kjo festë duhet shoqërohet patjetër me një ëmbëlsirë, ndoshta për të ëmbëlsuar jetën në vazhdim, apo pasi dim që Krishtlindjet janë fillimi i një jete të re, fillimi i një momenti kulminant ndoshta, prandaj duhet pse jo ta shoqërojmë gjithë të drekë të bukur, gjithë të gëzim familjar, ta shoqërojmë me një ëmbëlsirë. Jam shumë pro ëmbëlsirës panetonës se sa ëmbëlsirës baklavas apo kadaifit që konsumohen natën e vitit të ri, pasi panetone ka në fakt më pak sheqer se ç'duhet dhe përbërësi është një kek i lehtësisht i tretshëm dhe i këndshëm për organizmin, i pranueshëm. Pra në qoftë se nuk konsumohet në sasi të tepruar, në qoftë se ne marrim një copë nga ajo panetone, nuk na ndodh asnjë gjë, përkundrazi.
Kështu që do i këshilloja të gjithëve të konsumojnë një panettone në këmbim të asaj kallopi të baklavas, që është vërtet goxha i rëndë për gjalpin, yndyrën që përmban, për sheqerin, frutat e thata, domethënë ka një ngarkesë të pafundme kalorish, sharbetin e famshëm. Kështu që tek panettoni kemi bërë një përzgjedhje të dur ndoshta. Anila, nga eksperienca juaj dhe nga puna juaj e përditshme, për sa i përket kulturës së shqiptarëve, kanë nisur këto ndryshimet e kujdesit të vetes në raste festash, sigurisht në këto festa të mëdha siç janë Krishtlindjet dhe Viti i Ri? Në fakt, njerëzit janë më interesuar të kontrollojnë peshën apo veten, ta kontrollojnë në momentet e festave. Në përgjithësi flas për femrat, sepse meshkujt kanë diçka më ndryshe. Meshkujt në momentet ku prezantohen përpara një sëmundjeje ndoshta, një problemi të një ulçere, të një dhimbje të mëlçie, pra me një mëlçi kur dalin rezultojnë me një mëlçi të dhjamosur, apo qoftë me ndonjë problem siç është hipertensioni apo diabeti, fillojnë trompen dhe fillojnë të jenë të kujdesshëm për shtimin e peshë dhe mundohen të futen në një dietë. Ndërsa femrat janë pikërisht në festat e fundvitit apo të 7-8 marsit, pra përpara festave mundohen të provojnë një fustan dhe në momentin që e shikojnë që ka probleme me forma trupore, fillojnë të prekupohen për këtë gjë dhe vendosin të bien në peshë ose të mbajnë një dietë. Me pak fjalë zgjedhin minutat e fundit. Gjithmonë, ndoshta janë më të ngarkuara se meshkujt, ndoshta nuk e di, por në përgjithësi janë këto momente të cilat ato bëhen më të ndërgjegjshme dhe më të shpejta për të futur kësaj kërkese. Për sa i përket frutave të thata, e përmendet pak më lart, janë gjithmonë shumë të mira, po në rastet e festave, sa i mirë është konsumimi i tyre? Frutat e thata është e mirë të konsumohen në fakt gjatë gjithë vitit, për acidet yndyrore omega 3 që përmbajnë, janë shumë mira për trurin, për zhvillimin e trurit, për sistemin tonë imunitar, janë ilaç kundër depresionit, na ndihmojnë që të bëjmë një jetë të kujdesshme, mjaft të mirë dhe të jemi të përqendruar gjatë ditës në vazhdim. Në periudhën e festave, pra thash që kaloritë fillojnë të shtohen dhe frutat e thata natyrisht janë pjesë e aperitivit ndoshta që ne përdorim përpara se të fillohet ajo darka apo dreka e Krishtlindjeve dhe duke qenë në tavolinë, pra gjatë vitit nuk ndodh që në tavolina të jenë këto frutet e thata mbi tavolinë, ndërsa në këto momente duke qenë në tavolinë njerëzit harojnë, habiten, pasi ato janë vërtet shumë të shijshme dhe nuk kontrollojnë grushtet se sa konsumojnë. Do ishte shumë e mirë që të konsumojnë maksimumi 1 grusht, ndoshta çdo ditë se jo, por jo më shumë. Bëhet fjalë për një grusht, jo grusht mashkulli ndoshta, pasi është vërtet shumë e rëndë, por një grusht i vogël do ishte shumë e mirë për të konsumuar, pasi bën mjaft mirë tash për trurin një herë, që është shumë e rëndësishme, dhe për acidet yndyrore omega 3 që ai përmban janë vërtet të shkëlqyera. Gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm në mos abuzimin me to. Çfarë më konkretisht gjëja më e mirë që do këshilloja në fakt do ishte konsumimi i frutave dhe i perimeve në këto momente, pra tavolina të mbushej ndoshta më tepër të ishte ai mishi i gjelit të detit, i cili do ishte shumë i mirë, ndoshta edhe salmon apo një mish tjetër nuk ka rëndësi, por garniturat duhet të ishin pafund me fruta dhe perime, brokoli, lule lakra, pangjari, kush dhe ishin shumë të mira. Dhe salaturinat është një pjesë tjetër, shtesë dhe ekstra e tavolinës së fundvitit. Një pjesë që nuk duhet i mungojë tavolinës tonë, dhe pse jo duhet të kemi 3-4 lloje sallatrash të ndryshme, por kryesisht duhet jemi të kujdesshëm në përzgjedhje, në futjen patjetër të brokoli, lule lakrës, të sallatës jeshile, të spinaqit, që janë vërtet shumë të mirë për përbërësit kryesorë që përmbajnë zinkun, selenium, minerale që ato përmbajnë dhe vitaminat e mrekullueshme. Dhe ajo që është më kryesore, se gjithmonë në këtë festë kemi problemet e tretjes, është që këto janë lehtësisht të tretshme dhe ndihmojnë mjaft mirë në punën e zorëve. Pra nuk kemi probleme me stomakun, nuk kemi probleme me zorët, me sistemin tretës, por kemi një lehtësim të tyre. Mbushja me to të jep dhe idenë e ngopjes, dhe në fakt nuk është se ke konsumuar kaloritë të tepërta. Anila, unë të falenderoj shumë, gëzuar këtë festë të shenjtë dhe sigurisht gjithmonë me mbarësi edhe me shumë suksese në punën tuaj. Dhe sigurisht keni dhënë edhe këshillat më të mira për gjitha anvisat që po na ndjekin në këtë momente dhe që ndoshta nuk e kanë nisur ende gatimin e drekës së Krishtlindjeve. Faleminderit edhe një herë. Gjithashtu, je mirëpritur. Faleminderit. Miq të dashur, kemi përfunduar bisedën e ditës së sotme, kemi folur pikërisht për drekën e Krishtlindjeve dhe këshilla vërtet të vyera nga zonja Anila Kalleshi. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë ne takofshim nesër, vazhdoni që ndroni me edicionin e parë si dhe kolegun Albanusa.